Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, sot është data 23, muaj është i 4, viti 2026, vit që po e shkelim 4 muaj. Është e njëjtë, ditë trego pazari si donin të tovë. Dhe, unë e di se do më besoni, por më mirë është të mos më besoni. Më në fund. Nga një i natë, i cili unë nuk e kuptoj sepse, Del Nikolovski sonte dhe flet për trasen e Ekoruës. Dhe asnjë fjalë mediumet të cilët i kontrollon ai si tele kështu me radhë, nuk e kanë për korridorin 8. A bëhet fjalë për korridorin 8? E dini, janë duke plasur. Pse Bashkimi Evropian, NATO thon Strug, Kërçov, Këstivar, Tetov, Shkup, Kumanov dhe Bullgari. Dhe nuk është si thot Izet Mexhiti, lidhje me Shqipërinë, jo Izet, jo. Por është korridori NATO-s, nuk është lidhje me Shqipërinë. Pra, që ta zbut mbahet pak më rebel, më i zgjuar, nuk është. Unë di se kam të lasha dhe probleme dhe do të kem probleme, sepse vetëm unë, si një kot e kot gazetar, i kam shkruar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Dhe, e dini çfarë është më re? Nuk vjen komisioni i UNESCO-s në Maqedoni. Hë për hë. Kësaj thujnë ata që luajnë karta tunç. E po, kur ka të shqepësh varin dikujt tjetër, bish vetë. Vleni i ka ndihmuar VMRO-s dhe qëllimi i tyre ishte, në mos asgjë tjetër, atëherë do arsyetojmë se ta zëm UNESCO nuk lejohet ajo, nuk lejohet kjo, ne do. Pra, UNESCO përdor vetëm si paravan, asgjë tjetër, mbulesë. Dhe vleni i ka ndihmuar mjaft. E tash të kapur galuc, të gjithë bëhen të zgjuar dhe të mençur. Unë nuk do kisha thënë se është bashkë ashtu. Ta ndëgjojmë pak Nikolovski. Евра во автопати и во железница и се надевам дека со иста одговорност ќе работат и нашите соседи Албанија и Бугарија, затоа што нема никаква поента да ние потрошиме толку пари, а од другата страна да нема активности. Излезе тендерот за избор на надзор за третата фаза, најкомплицираната фаза од Ama as pak kjo s'ka të bëj ky takim sot që ka qenë në Bashkimin Evropian në zyrët e saj në Shkup me atë që flet ky. Me prapavi, pra e hudh fajin te Shqipëria dhe te Bullgaria tha shumë mirë. Sepse Ekoruda është krejt diçka tjetër, do kushtoj ka 2 miliard, ndërsa korridori 8 do kushtoj 3 miliard, 5 miliard krejt. Dhe të japin 5 miliard për pjesën shqiptare, kjo është e pabesueshme. Bile tha, krejt atë që kemi planifikuar ne, si harxime, do shkoj, pra, e hudhit të ilaqet e të shumë shka tjetër. Që s'është e vërtet. Другата кон Бугарија, тој е активен и се надевам дека што повеќе европски и светски компании ќе аплицираат, а очекувам не подоцна од 10 дена од денес, исто така да излезе и тендерот за изведба, така што во текот на летото да можеме да ги започнеме градежните активности за третата фаза од другата кон Бугарија, односно делницата која што оди од Крива Паланка до заедничкиот тунел, кој што го имаме со Бугарија, во однос на заедничкиот тунел, таму работите добро и се надевам дека за брзо време и таму ќе почнат активностите. Po pra, që i bie se korridori 8 në shtetin shqiptar, sa i përket autostradës është gati. Pritet vetëm kjo këta që thujnë. Dhe nuk vjen UNESCO-ja tash. Nuk vjen. E po, kërkush nuk ka faj. Hilon. Por, mu me befason diçka tjetër. Pse deri tash vlen e arsjetonte? Duke filluar nga e deri te. Ако ние изградиме железница до Ѓафасом и од другата страна нема ништо, нема поента да ја потрошиме парите, проценката е дека само од Кичево до граница со Албанија ќе чини 2 милиарди евра. Што се огромни пари, само за да имате представа, сите капитални инвестиции во текот на годината во државата се 750 милиони евра. Значи, од шприц да се купи во некоја болница, до автопатија Скрадов, вкупно имаме на располагање 750 милиони
Okej, ja ta zëmë se është e vërtet. Pse deri tash gjithë këto korridore që u ndërtuan nëpër Maqedoni dhe u zhagitën, Kërçov, Ohër, hynë qysh nga koha e Nikola Gruevskit. Милиони евра, што значи дека ова се буџети кои што минуваат многу години. И ако ние Словени Pra, tash u hudhën te paratë, se paratë që kanë problem, të jeni të sigurt, 1 miliard e 400 milion euro kushton autostrada Коридори 8. Таква ситуација. Да изградиме пруга која што ќе застане на границата, тогаш тоа би било наивно од наша страна. As kush s'ka kurrë dhe korrudhave. Është problem tjetër e korrudha. Bëhet fjalë për atë që keni përmendur ju, Nikolovski dhe kryeministri Mickovski, devijim të korridorit 8 nga Ohri. E tash mundoni ta mbuloni, si thaj, me ujë. Затоа ја отварам оваа тема. Vetëm dëgjoni nervozën që e ka. Mezis se nuk njeriu kur është nervoz i gjen fjalët. Она што беше изборно ветување на последните избори во Албанија, беше изградба на пруга која што треба да оди Тирана, Драч, Бар. Во ред, немаме проблем со тоа, нека се развива. Но ако немаме јасна заложба, јасната заложба не се конференции, со цела почет, не се сликање, туку се активни работи на терен, тендери и изведувачи, како што ја да признам веќе прави Бугарија. Еден изведувач избраја, сега има 2 тендерски постапки. Значи, ако видиме иста посветеност и од страна на Албанија, ние ќе најдеме начин да завршиме нашата работа. Po pra, në ndërkohë, unë do mundohem të gjej një deklaratë të Edi Ramës, i cili ka thënë këtyre ditëve se shteti shqiptar do bëj edhe korridorin e kombit, i cili ka të bëj me lidhjen hekurudhore të shtetit shqiptar. Pra, nuk e harroj as korridorin 8 se përket hekurudhave. Nuk e di për çka flet Nikolovski, por vetëm për disa minuta, derisa përsi jam live, derisa ta gjej Edi Ramën. Edi dil se nuk lishoj pastaj. Dil pra. Dhe dini çfarë thanë këta të vëmërët e pëmnes, derisa të del Edi Rama, thanë, jemi para shtetit shqiptar në atë që quhet Bashkimi Evropian. Kjo është shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme. Pra, Shqipëria thotë ne jemi drejt përmbledhjes së negociatave të ndërtimit deri në vitin 2027, të dalin thonë Mickovski, bile edhe Bekim Sali tha, unë do kisha thënë se vërtet jemi para Shqipërisë. Hajde. Pra, në ndërkohë. Okej. Atëherë derisa unë ta gjej, pra dëgjohet nervozën që ka Nikolovski, por sonte ka dalë në një televizion. Edhe ka dalë edhe Mickovski, i cili nuk e ka lënë pa theksuar disa gjëra. Sepse Mickovski është altoparlanti shumë shkaj në Maqedoni, dhe posaçërisht altoparlanti vëmërë dhe pëmënes, dhe asaj që quhet jo hakmarrje, por kthim situatësh deri në atë që quhet para vitit 1999, pra deri në vitin 2010. Pra, në ndërkohë, Mickovski çfarë nuk ka folur? Nuk ka folur sot. Ta dëgjojmë në fillim e pastaj unë do... Господин Мицковски, добро вечер, ви благодарам за учеството во темата од Дневникот на сите. Добро вечер, благодарам на поканата. Би почнал со двете важни законски измени, би рекол, кои се актуелни од вчера. Првиот е законот за пратеници. Дали враќањето на јавна сцена или на тврдењето од СДСМ дека голем дел од вашите пратеници имаат бугарски пасоши е главната причина за поднесување на измените на овој закон? Pra, edhe bëdi, këtu pajtohem me Mickovskin. Nuk ka çfarë shtetas të huaj të na kërkojnë neve që jemi këtu autokton, ta zëm, Aliameti pas ka di pasaporta, ta zëm, nuk e di a ka. Apo kush ishin ata deputetët e Shkupit që kishin edhe të Kosovës, pse? E atër ne tjerë këtu pse të anatemohemi? Unë s'kam di pasaporta, kam bë kërkesë në shtetin e Kosovës, edhe nuk më janë përgjigjur. 2 vite. Tash duhet zë avokat,
Unë nuk jam politikan. Dhe aty ka të drejtë Mickoski, pra. Politikanët shqiptarë në Maqedoni, ama të këtë vledhe për maqedonasët, jetë kënë difishin e pasaportave edhe të Bullgarisë, дëgjoni. Патер кој го поднесовте во 2021, мислам од тогаш повторно не го прифатија ЦДСМ-от. Па, само тоа што вие го кажавте во вашето прашање, доволно говори за карактерот на СДСМ како политичка партија. Тие доколку има вистински намери, доколку на вистина нешто мислат и веруваат во тоа што го зборуваат, ќе го прифатеа уште тогаш предлог законското решение. Па да, кога зависеше од нив. Но каква е суштината? Суштината е дека они очигледно сакаат да прават пародија и страда од целата оваа состојба, поврзана со законското решение. Но ние мора да бидеме, би рекол, сериозни и концентрирани на дневните предизвици со кои што функционираме и јас и владата, и така што мојот совет би бил да се консултираат правни експерти, посебно кога зборувам на правни експерти, мислам на експерти од уставно право, бидејќи многумина со кои што овие неколку дена поразговарав, ми тврдат дека било какво вакво законско решение може да биде спротивно на уставот и неуставно. Така што наместо да одберат да прават естрада, добро би било да видиме, да најдеме некоја правна логика и уставна логика, дали се тоа има прологика. Po ashtu ka folur edhe për Arben Fetaj. Edhe unë kam folur për Arben Fetaj, po ta dëgjojmë një herë këtë, dhe unë çfarë kam folur, pra në minutën e 13, vetëm një moment sepse jam live. Што најавивте за следниот месец или евентуално јуни. Прашањето го поставувам, бидејќи министерот Алио излезе со тврдење дека вице-премиерот Арбен Фетај воопшто не доаѓа на седници на владата, ќе биде ли тој реконструиран? Јас ги анализирам состојбите, но сега сум фокусиран на она кое што се вика внатрешно организирање во самото ВМРО-ДПМН, тоа што го најави веднаш после Конгресот, дека во текот на месец април, најдоц на првата половина на мај, мојата цел е да ги заокружам, структурата во рамките на ВМРО-ДПМН и од, да речеме, втората половина на мај-јуни, заедно со коалиционите партнери да направиме поместување, доколку тоа видиме дека е потребно, одредени ресори, одредени имиња ги промениме, ги ротираме и така натаму, што би требало да биде еден поголем холистички пристап. Но во овој момент на таа тема само анализирам, не би можел да кажам дека имам било каков заклучок, но дека ќе има промени, тоа е факт, ќе има промени. Бидејќи го спомнавте вице-премиерот Фетај, да, ние разговаравме јас и тој лично, и тој лично ми пренесе дека во иднина нема да се гледа повеќе во владата, која што јас ја предводам, така што пред можеби неколку недели. Тој рече дека ќе се врати во Брисел, имајќи го предвид неговото образование, неговото искуство во рамките на институциите во Брисел. Јас мислам дека можеби би била добра можност да биде тој некаков специјален пратеник во рамките на Европскиот парламент, во рамките на Бриселската администрација, така што се уште размислувам за тие околности, но да, тој самиот мене ми го кажа тоа, дека во иднина планира да се врати во Брисел, каде што планира да го продолжи својот професионален живот и се става на располагање доколку може да помогне. И во рамките на тој разговор некако нашето заедничко мислење беше дека неговото искуство, образование и неговата работа таму треба да државата и владата ги искористи. Во овој блок уште едно прашање од областа на правосудството. Ве прашувам, како ја оценувате сега работата на новиот државен јавен обвинител? Pra, e dëgjuat se çfarë tha. Aq shumë ju dhim ka ky zotnia Arben Fetaj, sa që ky e pas ka ndërmend që ta propozoj për diçka, sepse pas ka shumë njohuri, shumë dituri. Kjo është pastër një manipulim, sepse Arben Fetaj nuk arriti që të krijoj. Unë nuk e di se çfarë i ka premtuar ky Arben Fetaj që të përçaj alternativën shqiptare, sepse ai nga atje erdhi, problemi i tij, por kjo është shumë interesante sepse Arben Fetaj
nuk arriti që të krijoj një parti, pas së cilit të paktën do ishin renditur 1 ose 2 deputetë, siç është ta zonë PDSH zoti Mindu Thaçi e kështu me radhë. Por ai nuk arriti që të zë asnjërin, sepse këta të tjerët ishin kështu më të zhdërvjellse për këtë punës së Arben Fetajit. Pra, nuk e lanë Arben Fetajin, dhe Arben Fetaji sipas meje ishte ndër më të dobtit, pra Bekim Sali viz dhe nuk ka më të dobët në këtë qeveri. Okej, nuk është okej, por unë mendoj se Arben Fetaji do duhet që delë dhe t'i kërkoj falje popullatës shqiptare në Maqedoni, e unë gabova, por do shohim se si të zhvillohen gjërat me të tjerët, sepse të tjerët nuk janë bashkë lule që u vjen e ra. Dhe, dëgjoni unë se çfarë kam thënë e gjeta më në fund. Me datën, vetëm të shoh datën, 26 nëntor 2025, gati një vit. 26, gati një vit. Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jemi në podcastin Mesut Shabani. Pushteti nuk rri rahat. Ka mizën ndër kapuç, por është një krizë e heshtur e pushtetit. Është një fjalë urtë popullore shqipe që thot atë që ka shtëpia e nxjerr fëmijë. Arben Fetaji, rrëfen panikun pas dyerve të mbyllura, dhe gjyeti deputetesh në korridoret e pushtetit. Zëvendës kryeministri Arben Fetaji doli në emisionin Zoom të televizionit shtetëror të Maqedonisë, programi i dytë, që duhet të jetë publik, por më së paku është publik sepse është i kontrolluar. Dhe foli me ton fitimtar, duke parlemruar e zgjerim të shumicës parlamentare. Por pas kësaj retorike, fshihet paniku i qartë një pushtetje që po rishqasin numrat nga duar. Deklaratat për bisedime me deputete paknaqur nga BDI, nga krahu i Selit dhe nga njerëzit të Taravarit tregojnë një forcë, por nevojë urgjente për të mbajtur frymën gjallë të pushtetit. Në vend që shumica të qetësoj situatën, Arben Fetaji tregon se janë në gjyqi deputetesh në çdo cep të skenës politike. Shpallja e Akis, si e shpartalluar dhe në depresion, është vetëm përpjekje për të zhvendosur vëmendjen, ndërsa realiteti është se pikërisht qeveria e re po jep shenja nervozizmit të brendshëm. Shumica për cilën flet Arben Fetaji, dhe vetë Arben Fetaji mund të fluturojë me deklarata, por realiteti politik toksor po tregon se fluturimi bëhet çdo ditë e me pakra. Po pra, kjo mba datë 26 nëntor 2025, hini Mesut Shabani podcast, Arben Fetaji fluturon shumica dridhet. Dhe nuk është kjo ndonjë filozofi e madhe, por pse e rejnë vetveten, kjo është krejt diçka tjetër këta të vlenit. Vleni është duke bërë punën e VMRO dhe PMN-s, asesi. Dhe, mire pat edhe Filip Qesonde. Nëse Maqedonia qenka në vendin e tretë për ekonominë në Evropë, atëherë pse kjo qeveri nuk i rriti rrogat? Говорим от регионот и само он и Србија. Добре, ама и Америка. Добро, но сакам да кажам. Од регионот само тие двајца. И еве ги аргументите за кои што ние аргументираме ги приложуваме во јавноста. Како е таа врска толку силно изразена со сите овие примери од начинот на кој што се владееше во Унгарија, против што сега новиот унгарски премиер кажува дека ќе се бори дека тој систем ќе го демонтира, па исто се случува кај нас. Не видите контролата на правосудството. Каде има премиер да кажува да се заканува по медиуми како Мицкоски, кој ќе биде гонет и што ќе биде гонет. Кај знае тој човек? Ако знае, тогаш има кривична одговорност. Ако не знае и шпекулира, има политичка одговорност. Каде постои систем каде што има ваква брутална партизација на сите структури, вклучувајќи безбедностни со несоодветни луѓе. Каде постои ваква ставена шепа на тендерските процедури во државата, кој што тендери добива милионски суми. Близу 100 милиони евро веќе на компании блиски на ВМРО, на родни, на пријатели и така натаму. Добро, Па вие се ги не наликува поднесовте едно на друго. како пријави, но и пред смената на државниот јавен обвинител, обвинителството, барем не сме слушнали дека отворило предмети по затоа велиме дека две треба да се информации. ослободи обвинителството од ова што го прави ВМРО. Ова не е ништо различно од системот што беше туку од 2006 до 2016. Ама идентично е.
Не може да Зошто не изградиме побара да се доверба врати? како граѓани во тој систем судско-обвинителски, ако константно политичките партии, оние од власта и оние од опозицијата му даваат некакви насоки. Ова треба да отворите, ова треба да чекайте, затворите, вака затоа треба да поставите. И премиери на СДСМ давале насоки, па до специјалното обвинителство, колку пати сме слушале Добро. дека се очекувало од нив вакви или такви резултати. Добро, и затоа јас велам, ние ќе донесеме европското обвинителство. На кој што никој нема може да му влијае. Па гледате колку е европската обвинителка сега доскоро, ако беше активни и какви случаи расчистуваше сега во регионот. И само така ќе се врати довербата во судството. Нема никако поинаку да се врати довербата во судството. Не со еден човек, лидер или монарх, со систем. И ние за тоа се бориме. Да го вратиме и да го етаблираме системот. Да повеќе никој не може да го демонтира. Како тоа се прави? Само со европските институции тука кај нас. Само со луѓе професионалци, само со европска контрола на трошењето на парите. И целата моја енергија во изминатиот период, во креирањето на политики. Po pra, në çdo gjë ku nuk përzihet, në çdo gjë Mickovski. Por, mbi të gjitha, kur fillon të përzihet edhe në xhep, kjo është vetvrasëse për shumë kë. Nuk ka asgjë në Maqedoni që nuk kontrollohet nga VMRO-DPMN. Por, dikur këto e bënte edhe LSDM-ja, e bënte së bashku me PD-n. Çdo gjë kontrollonin. Ama çdo gjë. Dhe nuk është bash hoq në aspektin figurativ edhe LSDM-ja. Pra, nuk u arritën sot marrëveshja që qeveria të heqë dorë nga shfuqizimi i qeverisë teknike ose LSDM të rritet nga puna për kodin zgjedhor. Dhe Mickovski e tha në atë intervistën pak më parë që e dëgjohet se për këto zgjedhje që pritën të mbahen do ketë qeveri teknike, pastaj do shohim, tha. Po ashtu është arrestuar ish kryeu i Federatës së Futbollit të Maqedonisë, Muhamet Sedini nga Kërshova. Dyshohet për keqveprim rreth 700.000 euro. Babave, sigur me pas bahçet babës. Edhe ashtu ka pasur shumë vërejtje ndaj këtij në kohën kur Artan Grubi ishte kryeministër i Maqedonisë. Pra, shumë çka është e kalur në këtë sistem, po inshallah fillon dal nga dalë që të pastrohet. Dhe për atë edhe shumë kush reagon të këtyre ditëve lidhur me deklaratat se lirim buxheti. Mbani me çfarë thoshte në ato bombat që i dolën me Musa Xhafer. Ndrejmë këtë prokuror, na duhet të marrim një vend atje zëvendës asaj, dhe na duhet dhe ishte pastër pazar. Pastër pazar. Pastaj si është e mundur që ajo që u dëgjova këtyre ditë nga Vleni, se në Komisionin për Jurisprudencë ka qenë nipi tjetër i Ali Ahmetit. Dhe kanë kaluar gjërat. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Gjithandej Maqedonia vlon. Dhe të ndalemi, nuk e lë pa mos u ngucur pak me Bilal Kasam. Ai vetë ngucet. BE ka sjell, Bashkimi Evropian ka sjellën të Tetov falës dhe Wi-Fi. Dhe të mos i hidhrohet, ama mos kallzoni Bilalit se preket, të mos i hidhrohet koalicioni i Këshillit Komunal i VMRO-DPMN-s. Komunet e Tovës e përzgjedh lokacion rreth zonës së Tregut të Gjelbër. Atje ka më tepër braqet të nasha Këshillëska Republika. Atje janë më shumë ata. Tu zërit e ka shku atje e përbanes. Bilali nuk është lolë, kështë lolë nuk është bërë gjithë ato ndërtime në për të to kështë lejohet. A kjo është vërtet një. Dhe, posturi pastaj se e bën këte, për jo, hiq mësuni asgjë. Hiq kur gjë nuk ka. Dhe unë besoj se pa marrë parasysh atë që flasin në përmediumet tash në mbrëmje, portalet e Vlenit, pra ka dalë Rokas Bashkimit Evropian. Për çka se është Rokas i Bashkimit Evropian, përfaqësues në ai në shumë çka nuk di. Bëhet dhe bëhet gjithçka që mundet që strukat e Ohrit të ruajnë statusin në UNESCO. Po le të harroj kur kush nuk ka kurrë. Shko prishin në Ohri 487 objekte, duke filluar nga Bratsash. Okej, nuk është okej. Pra, edhe njerë për fund, unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma, pra ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.